që lista serbe nuk mund ta monopolizoj votën e serbëve në Kosovë e aq më pak edhe të komuniteteve tjera. E treta ka qenë rëndësishme që zero influencë, zero faktorizim për listën serbe gjatë formimit të institucioneve. E katërta e rëndësishme është që të gjitha diskutimet vazhdojnë mbi bazën e parimit të peshës së legitimitetit popullor, secilit ju është dhënë mundësia, oferta gjeneroze mbi bazën e votave dhe legitimitetit popullor që e kanë marrë gjatë mandatit të kaluar. Andalemi këtu, zoti Muja, vetëm ta shoqërisim këtë çështje, që ta bëjmë bashkëbizedimin tamam. Me kë mund të bëhet qeveria, se ju paralajmëroni zhvillime të cilat janë kushtetuese, por janë edhe kapitale gjatë vikendit. Me kë të bëhet qeveria? Kush është opsioni, zoti Muja? Është LDK-ja, është PDK-ja, është Nisma, cili është opsioni? Këto kanë qenë, ajo që është e rëndësishme është që nga fillimi, oferta për krimin e ekzekutivit ju është bërë LDK-s, ju është bërë Nismës, në ndërkohë që PDK-ja dhe lista serbe kanë qenë të përjashtuara dhe sa unë kujtoj, do të mbeten të tilla, domthonjë për shkak të njëra për shkak të sfidës që i ka sjellë Kosovës së sabotimit të vazhdueshëm që ka bërë shtetit Kosovës, si zgjatim i SNS-it Aleksandar Vučićit, kurse tjetra për shkak të vështirësive që ja ka sjellë Kosovës pas procesit dhe gjatë procesit të shtetformimit. Kështu që opsionet tona politike kanë qenë të hapura vetëm për LDK-n, edhe për Nismën, edhe komunitetet jo serbe. Tani, ju e dini që ofertat tona politike kanë qenë publike, jemi refuzuar ashpërsisht në shumë raste, në më shumë se një rast nga LDK-ja, mirë po ka qenë vullnet, unë besoj ka qenë vullnet i shumicës së votuesve të dy subjekte politike, kjo është edhe shkencërisht e konfirmuar tashmë që të krijohet një koalicion, mirë po ajo është refuzu. Është refuzu, në ndërkohë që opsioni B, që ka qenë krijimi i qeverisë së bashku me Nismën dhe komunitetet jo shumicë, ato përpjekje do të vazhdojnë dhe i takon kryeministit Kurti që deri të shtunën të gjejë mekanizmin, kompromisin, formatin dhe koncesionet e nevojshme